Një ngjarje e rëndu u regjistrua mbrëmjen e së premtes në qytetin e Shkodrës, në Shatërvanin kryesor, ku dy persona kanë mbetur të plagosur me thik. 19 vjeçari Enis Preza dhe 17 vjeçari Elio Sh u dërguan me urgjencë në spitalin rajonal të Shkodrës, ku ndodhen në kujdesin e mjekëve. Ngjarja ka ndodhur pas një konflikti mes disa personave, ndërkohë që dy të plagosurit kanë përfunduar në spital, ku po marrin trajtimin mjekësor. Në njoftimin e saj përshtyp, policia e Shkodrës bën me dije se konflikti mes të rinjve ndolli rreth orës 19:50, kur edhe 17 dhe 19 vjeçari janë dërguar në spital. Shërbimet e policisë me të mëritur në vend ngjarje kanë nisur hetimet, ku nga veprimet hetimore dyshohet se këta shtetas janë dëmtuar me mjet prerës në lagjen Qemal Stafa gjatë një konflikti të çastit. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po vjen punën për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe kapjen e autorëve. Policia e Shkodrës ndërkohë ka bërë me dije gjatë të shtunës se ka përfunduar në prang nga një 25 vjeçar, identifikuar si Nikson Kodra, banues në lagjen Skënderbeg. Ai dyshohet se është konfliktuar në mënyrë rastësore me dy të plagosurit, ndërsa arrestimi i tij u bë pasi policia i gjeti drogë në banesë dhe një armë të ftohtë thik në çantë. Blut e Shkodrës vijnë hetimet për zbarjen e plotë të rrethanave të kësaj plagosje.